Horoskopi për ditën e premte 10 korrik 2026. Dashi. Për ju të shenjës së dashit, në këtë ditë do të ndjeni një lloj pasigurie apo një rënje të vogël të energjisë në fillim të ditës, por mos u shqetësoni. Një ndryshim plani mund të çojë drejt një rezultati më të mirë nga sa prisni. Kjo është një ditë për të dëgjuar më shumë zërin tuaj të brendshëm dhe mos e lodh veten duke marrë përsipër gjithçka. Për sa i përket dashurive dhe marrëdhënieve, mund të kërkoni përgjigje nga e kaluara, por duhet të bëni kujdes që të mos ktheheni në zakone të vjetra që ju pengojnë të shihni përpara. Intuita juaj do të jetë shumë e fortë në sektorin e punës dhe financa. Mund të shikoni një mundësi të mirë, e cila mund t'ju zgjojë dëshirën për të ndryshuar situatën tuaj. Kjo është një ditë për të vlerësuar çfarë ke arritur dhe për të hapur zemrën ndaj njerëzve që ju mbështesin. Ngjyra me fat e artë dhe e zezë, koha me fat 12 deri në 3 në mesditë. Demi. Dita e sotme kërkon durim, sidomos në çështje të zemrës dhe në projekte që kanë shumë rëndësi për ju. Ndonjëherë rezultatet nuk vijnë ashtu siç i doni ju, por hapat e vegjël mund t'ju ofrojnë më shumë drejt qëllimit tuaj. Mund të ndjeni një nostalgji për një person, një miqësi apo një ëndër të vjetër. E kaluara mund të sjellë një ide të vlefshme, por mos e lejoni atë që t'ju mbajë larg rritjes dhe ndryshimeve të reja. Sot për ju dem llogaritet një energji tërheqëse. Njerëzit kanë shumë besim tek ju dhe kërkojnë qetësi në praninë tuaj. Një këshill e mirë dhe një bashkëpunim mund t'ju sjellë forcë dhe motivim. Ngjyra me fat roz dhe blu. Koha me fat është paradita. Binjakët. Për ju të dashur binjak, kjo ditë ju fton që të mos tundoheni, por të qëndroni tek gjërat që janë me të vërtetë të sigurta dhe të njohura. Megjithatë, universi të shtyn të provosh diçka të re. Mos ki frikë të ndryshosh mënyrën se si mendon ose se si vepron. Një kujtim nga e kaluara ose një person i vjetër mund të rikthehet në mendimet tuaja. Kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë veten dhe marrëdhëniet e tua me njerëzit. Në familje dhe në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të shërojë një keqkuptim të vjetër. Sot fjalët e tua janë të fuqishme dhe ju bëjnë që të afroheni më shumë me njerëzit që doni. Ngjyra me fat është kafe dhe portokalli. Koha me fat është 15 deri në 17:30. Gaforja. Sot përpiquni të mos shtyni gjërat për më vonë, sidomos ato që kanë lidhje me përgjegjësitë dhe vendimet personale. Mos shpenzoni më shumë energji se sa duhet, duke u marrë dhe duke u kujdesur me problemet e të tjerëve. E kaluara mund t'ju tërheqë drejt kujtimeve ose mënyrave të vjetra të veprimit. Merreni mësimin prej saj, por mos harroni se e ardhmja kërkon hapa të rinj. Në marrëdhënie, komunikimi është çelësi i ditës. Një bisedë e ngrohtë mund t'ju jap ndjenjën e mbështetjes dhe qetësisë emocionale që e kërkoni. Ngjyra me fat është jeshile dhe e zezë. Koha me fat është 18 deri në 20. Luani. Në këtë ditë mund të bëhet më e qartë se cilat hapa duhet të ndërmarrësh për të përmirësuar situatën tuaj financiare dhe për të marrë më shumë kontroll mbi buxhetin tënd. Përpjekjet personale dhe puna që bëni vetë mund t'ju japin rezultate të mira. Megjithatë,
të të ndjesh dëshirën për të qëndruar tek aftësitë dhe mundësitë të cilat ju njihni tashmë, në vend që të provoni diçka më sfiduese. Mos lejoni që rehatia t'ju largojë nga një mundësi e mirë. Një person që nuk është shumë në qendër të vëmendjes mund t'ju japë mbështetje ose një ndihmë të papritur e cila mund të shfaqet kur nuk e pret. Është një ditë e mirë që të bashkosh forcat dhe talentet me dikë tjetër për të arritur një rezultat të dobishëm. Një mënyrë e re dhe jo tradicionale në punë mund t'ju sjellë sukses. Ngjyra me fat është vishnje dhe blu. Koha me fat është 11:30 deri në 14. Virgjëresha. Sot e dashur virgjëresh ke një energji të mirë për të liruar veten nga disa shqetësime dhe ngarkesa që të vijnë nga e shkuara. Një situatë e vjetër mund të fillojë të humbas peshën që ka patur mbi ju. Por duhet të kesh kujdes, sepse ndonjëherë një rrugë e lehtë nuk është gjithmonë rrugë më e mirë. Nëse shmang një sfidë vetëm sepse të duket e vështirë, mund të humbasësh një mundësi për të mësuar dhe për të rritur. Nëse zakonisht përpiqesh t'i bësh të gjitha gjërat vetëm, sot do ta kuptosh se të bashkëpunosh dhe të ndash përgjegjësitë apo hallet me të tjerët mund të ndihmojë të lehtësohesh më shumë shpirtërisht. Është një ditë e mirë për të mbyllur çështje të pambaruara dhe për të krijuar më shumë qetësi për të ardhmen. Në dashuri dhe marrëdhëniet shoqërore, natyrshmëria është forca më e madhe. Njerëzit tërhiqen nga qetësia dhe sinqeriteti juaj. Ngjyra më me fat është lejla dhe gri. Koha më me fat është paraditja. Peshorja. E dashur peshora, sot kujtimet me të kaluarën do të luajnë një rol të rëndësishëm për ju. Ndoshta do të kthehet në vëmendje një person i vjetër, një miqësi apo një situatë që ende kërkon kuptim. Mund të ekzistojë edhe një tundim për të zgjedhur një rrugë më të lehtë, por nëse shikon me sinqeritet brenda vetes, do të kuptosh se kush është e vlefshme për ty, e shkuara apo e tashtme. Është një moment i mirë për të rregulluar disa gjëra që nuk e ke mbaruar, për të korrigjuar disa gabime të së kaluarës dhe për të hapur rrugën drejt një fillimi më të mirë. Bisedat me njerëzit mund t'ju sjellin një kuptim më të thellë ndjenjave tua. Sot energjia është e mirë për shërimin emocional dhe një qetësi të brendshme. Ngjyra më me fat për ju është e bardhë dhe e zezë. Koha më me fat është pasdite. Akrepi, i dashur akrep, sot do ta shprehësh më lehtë besimin tek vetja dhe veçantia që ju karakterizon. Komunikimi është një pikë juaj e fortë dhe mund t'ju ndihmojë në marrëdhënie dhe në kontakte me njerëzit e tjerë. Në dashuri, mbështetja reciproke është shumë e rëndësishme. Kur ju dhe tjetri ndihmoni njëri tjetrin, të rriteni lidhjet bëhet më e fortë. Në këtë ditë do të ndihesh më sentimental se zakonisht dhe një kujtim nga e shkuara mund të rikthejë një moment të rëndësishëm. Por mos qëndro vetëm tek kujtimet, lërni që ato të ndihmojnë të kuptoni më mirë veten tuaj. Sot mund të dalloni më qartë se cilët njerëz dhe situata meritojnë energjinë tuaj. Zemra e hapur ju sjell mësime të rëndësishme. Ngjyra më me fat është bezh dhe blu. Koha më me fat është darka e vonshme. Le të fillojmë tani me shenjën e shigjetarit. Për ju të dashur shigjetar është një ditë e mirë që të shikosh ndjenjat e tua. Ato kanë rëndësi vërtet për ju. Do të kuptosh se cila lidhje apo zakon ju pengon që të jeni të qetë dhe të zhvilloheni përpara. Do të ndjesh nevojën për të pastruar disa zakone, për të përfunduar disa projekte dhe për të rregulluar disa detyrime që të kanë mbetur pezull.
Kjo do të krijojë hapësirë për mundësi të reja. Mos nxito për të marrë vendime pa i dhënë vetes kohë për të menduar. Sot intuita dhe besimi në veten tuaj janë aleatët më të mirë. Në punë dhe çështjet praktike mund të ndjeni më të vlerësuar, sidomos nga familja dhe njerëzit me të cilët bashkëpunoni. Ngjyra më me fat është jeshile dhe e bardhë. Koha më me fat është pasdite. Britsjapi. Sot mund t'ju pëlqejë të mendoni më thellë për disa çështje të fundit ose të flisni për gjëra që të kanë mbetur pas zgjidhje. Është një moment i mirë që të mbyllësh një punë që e ke lënë për gjysmë. Të duhet të mbyllësh diçka që të nisësh diçka të re. Je shumë i aftë për diplomaci, por mos u përpiq gjithmonë t'i kënaqësh të gjithë, sepse kjo mund t'ju jap lodhje më vonë. Sot është mirë të zgjidhni njerëz dhe aktivitete që ju motivojnë të përmirësoheni. Në marrëdhënie, durimi dhe pranimi janë shumë të rëndësishëm sot. Një bisedë për të ardhmen dhe një ide e re do të forcojë një lidhje. Me kalimin e ditës, vëmendja juaj shkon më shumë tek puna, detyrat e vogla dhe kujdesi për shëndetin tuaj. Mund të shkoni të bëni një vizitë për problemin shëndetësor. Ngjyrat me fat janë kafe errët dhe gri. Koha më me fat është pasdite. Ujori. I dashur ujor, sot je përkushtuar ndaj një projekti privat, personal, ndaj diçkaje që të pëlqen shumë dhe të jep kënaqësi dhe rezultate të mira. Është një moment i përshtatshëm që të rregullosh një çështje financiare. Të duhet të mbyllësh një detyrim të vjetër. Mund të kesh një dëshirë të fortë që të ndërtosh të ardhmen tënde të sigurt. Ke shumë dyshime, por përpjekjet tuaja kanë një qëllim të mirë. Dokumente dhe punë të lëna pas dore mund të kërkojnë vëmendjen tuaj. Për sa i përket marrëdhënieve, sot do të kuptosh më mirë ndjenjat e tua. Lidhja është shumë e rëndësishme për ju. Qëndro i hapur për të përballuar çështjet që lidhen me besimin me partnerin. Ndajni përgjegjësitë me njëri tjetrin. Ngjyrat me fat është ngjyra argjend dhe jeshile e zënë. Koha me fat është mesditë. Peshqit. Sot mund të gjeni përgjigje për disa probleme tuaja. Një përvojë e vjetër mund të ndihmojë të zgjidhësh një situatë që të del papritur. Mos u mbështet shumë tek të tjerët, përpiqu t'i zgjidhësh gjërat vetë sot. Jeni gati për të ecur drejt një faze të re. Për këtë është e nevojshme që të mbyllësh diçka që të mban peng. Kjo është një ditë e mirë për të gjetur diçka që e kishit humbur. Mund të jetë një ide, një mundësi ose një drejtim i ri. Mund të kuptoni rrugën që keni zgjedhur dhe se si ta ndryshoni këtë për të mirën tuaj. Në marrëdhënie, komunikimi sjell më shumë afrimitet. Fjalët e sinqerta mund të shërojnë dhe të krijojnë më shumë mirëkuptim. Sot është një ditë për të forcuar lidhjet dhe për të ecur drejt përmirësimit. Ngjyra me fat e kaltra e detit dhe e bardha. Koha me fat është 19 deri 21. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbarë.